إله إلا الله. الحمد لله الذي جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Gjithë lavdërimet dhe falinderimet përkasin vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm për shok, prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rruga e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thellësi e zemrës që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalleshanu. Dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi i dërguar Allahu xhalleshanu. Vlezër, ne dim shumë e mirë të muaj Rabiul Awwal quhet, Rabiul Akhir. Në këtë muaj profeti Muhammed ka lindur në viti 571 dhe me ardhjen e tij pas 40 vite Allahu xhalleshanu ka sjellë shpallje. Edhe ai bëhet profeti e fundit. Allahu xhalleshanu gjitha profet që ka dërguar nga Adem a.s. derin para profet a.s. Isa a.s. gjitha profet kanë dhënë paralajmërim për ardhjen e profeti fundit. Që kjo ardhje profetëve, Allahu xhalleshanu ka për të funduar mesazhi me një profet i fundit. Dhe Allahu xhalleshanu kur shpalte një profet para profet a.s. merrte premtim. Allahu thot në Kur'an: "Wa idha khadallahu mithaqan nabiyina", kur kemi marrë premtimi nga profetët para profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Lama atitukum min kitabin wa hikma", unë jam duke dhënë juve profeci dhe libri. "Thumma ja'akum rasulun min anfusikum", pastaj nëse erdhi profeti fundit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minunna bihi", ju do vërtetoni atë dhe besoni atë. Edhe kjo ishte pozita profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai ishte profeti fundit dhe në ti kishte për të plotësuar Allahu xhalleshanu mesazhin që kishte filluar nga koha Adem alayhis salam. Dhe ashtu profeti Muhammed kur bëhet 40 vit ka ardhur i shpallje në malin e Hira. Dhe ai kur ka shpalur edhe ka lajmëruar para kombin e tij për i shpalljen, derin tani që ishin mësuar ato me pozita, dikush ishte pozita Qaba, që ai bën të qelset Qaba, dikush kishte organizmi haji, që ka ardhur nga koha Ibrahim a.s. vazhdimisht në dora arab. Për ato dikush ishte që bën të qelset Qaba në dorën e tij. Edhe ato gjitha pozita ato kanë parë në rrezik. Dhe në qoftë se ky personi është profeti, atëherë gjitha pozita vjen në dorën e tij edhe dikush ka për të humbur si kryetari i Mekka, dikush ka për të humbur si kryetari i Qaba, dikush ka për të humbur pozitën e tij si e pari gjenerali e ushtrisë. Që profeti Muhammed nuk kishte ardhur për të marrë pozitat e këtë dunjas. Ai nuk kishte hiç rëndësi për ato pozita. Se kjo ishte i zgjedhja nga Allahu madhruar. Edhe nuk ka një gjë më e lartë pozita që njeriu komunikon me engjëli Allahu xhalleshanu. Ato gjitha pozita janë shumë të vogël. Ato merret me vdekjen njeriu, ose një tjetër, nëse një njeri është kryer plaku, pse njerëzit duan shumë atë i fshatit, do vjen një ditë që ai do psohet, edhe njerëzit do i zgjedhin një tjetër që duan më shumë nga ati. Nëse ati ka i zgjedhur nga ana pasuri, një tjetër bëhet nesër më i pasur. Nesër ka një zgjedhur nga ana i shkollë, nesër tjetër bëhet shkolla më e lartë tjetrit. Edhe kjo pozita dunia një ditë ka për të ikur pa tjetër. Kurse pozita që Allahu xhalleshanu ka dhënë atij si profet, ajo si zgjedhja Allahu xhalleshanu. Dhe ajo nuk ikën prap. Dhe ajo është pozita real, me merita real, që është i zgjedhur nga kryesi,
nga Allahu madhruar. Por ato njerëzit që ishin në Makka nuk kanë kuptuar këtë gjë. Se ato niveli atyre aq ishte, ato kanë parë këtë dunjan, këtë pozitë të dukshëm. Edhe sa ai ka lajmëruar, ato kanë menduar që pozitat tonë janë në rrezik, edhe kanë kundërshtuar. Edhe kundërshtimi aq i fortë që deri në sot, para sa shpal profeti Muhammed, ai ishte njeri më i besnik në syri atyre, edhe njeri më i sinqert. Kur doste një ngjarje e madhe në Makka, ato për e gjykim shkoshin drejtoshin tek Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur ishte një diçka shumë e veçantë për të ruajtur, ato si besnik, njeri më i miri mendoshin Muhammedur Rasulullah, profeti Muhammed, Muhammed biri Abdullah. Tani sot ai është duke lajmëruar që unë jem profeti Allahu, në syre atyre ishte diçka më e rëndë, më e vështirë. Edhe pse ato zemra atyre ishin gati, kuptoshin që çfarë është duke thënë ai në jetën e vet, që profeti alayhi salatu wasalam ka thënë unë kam kaluar me sysh 40 vit. Edhe 40 vit nuk janë pak. Në 40 vit njeri kuptohet çfarë është. Atëherë mes mosha im, jeta im 40 vit për ju është shembull. Ma gjeni një pika i dobët aty në jetën tim. Në qoftë se ka një pozicioni, një momenti kur kam gënjehur unë, ose kur kam mashtruar. Nëse nuk keni gjetur në moshën 40 vit të mi, sot pse kam për të kërkuar këtë gjë. Edhe thot profeti alayhi salatu wasalam, në qoftë se unë kisha folur, kisha gënjehur, kisha bërë urrëtia, unë kisha gënjehur para një personi tjetër, jo para fisin tim, ku jem rritur mes jush. Se unë këtu kam për të jetuar, edhe mes ju do jemi nesër. Por nuk kanë kuptuar edhe kanë kundërshtuar. Edhe kundërshtimet kanë arritur aq shumë. Edhe pas lajmërimi i pari, profeti Muhammed ka qëndruar mes atyre 13 vit. Në 13 vit njerëzit që ishin e zgjuar, ishin mençur, njerëzit kuptueshëm që në Makka ishte diçka pozita në kuptim, jo me gana ekonomia, jo gana që janë kryetar, po ishin njerëzit thjesht, po e zgjuar, ato kanë afruar tek profeti Muhammed. Edhe ato kanë pranuar Islamin, edhe janë duke shtuar dita me ditë njerëzit që janë duke besuar tek profeti Muhammed. Edhe kjo gjë ishte shumë e vështirë për njerëzit që ishin në pozitë. Edhe ato bën një nat plan. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kujtohu ngjarja kur ato janë duke bërë plan kundër teja. Li yuthbituka, ata fusin në burg. Au yaqtuluka, apo të vrasin, au yukhrijuka, ose të largojnë ty nga qyteti Makka. Kanë bërë blidhje. Edhe në blidhje ka saktuar se ne nuk durojmë dot tani më tepër Muhammedin, mesazhin e tij, çfarë duhet bëmi? Dikush thot, fusemi në burg. Deri pa buk, pa ushqim lem, deri sa i vdes. Thot njerëzit që duan Muhammedin, ato aq shumë duan që ato do të bëjnë çdo gjë për të liruar atë, edhe ne nuk vazhdimisht nuk bëjmë dot. Ta lidhemi në një deve egër, edhe lem në një shkërtir, edhe ati a i vdesaj. Tha edhe këtë veprimi, ne nuk bëjmë dot, se fisi ti edhe njerëzit ti janë aq shumë duan atë që kanë për të gjetur ku është. Tha atëherë, vrasja është e vështirë për një fis, për një njeri. Çfarë duhet bëjmë? Jo, ne do bashkojmë gjithë njerëzit, thot Abu Jahl. Bashkojmë gjithë njerëzit, rrethojmë shtëpia e tij, gjithë do ikim nga çdo shtëpia do vinë një djalosh me shpata. Edhe mëngjes për namazi sabahu ai kur del për në Çaba nga shtëpia e tij, me një herë di ne sulmojmë dhe vrasim në errësira e natës. Edhe mëngjesin e themi që ne gjithë kemi vrarë. Edhe fisi Muhammed dhe pasues e tij nuk kanë aq forcë që me gjithë Makka do luftojnë. Atëherë ato do kërkojnë hakmarrja. Hakmarrja ishte atëherë 100 deve. Edhe atë ne do japim. Edhe 100 edhe 1000 do japim. Por mesazhi i tij shuhet me këtë. Mendoni një njeri që ishte as sinqert, besnik në syri atyre,
ato janë gati nga i shkaku që janë rrezik që mendojnë pozitat e vetë. Këtë programin, Allahu Gjalleshanu lajmeron Muhammedin s.a.s. nga në Gjibrili. Edhe gjithë programi thot. Por lajmerimi programi nuk ishte kuptimi për të friksuar, për të treguar si dije. Edhe urdhi jonë është, Gjibrili thot profetin Muhammed, që urdhi Allahu Gjalleshanu është, tani ti të largosh. Para këtë ditë, profeti Muhammed është paralajmëruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është paralajmëruar nga Gjibrili nga Allahu Gjalleshanu që njerëzit besimtar let ikën avash 1, 2, 5, 4 veta avash largohen pa dinia njerëzit Makka në qytetin e Medina që ishte 570 km larg nga këtë qyteti Makka. Edhe ato janë ikur avash përveç njerëzit që nuk i ustoshin dot. Tani kishte ngelur pak veta bashkë me Muhammed edhe me Abu Bakr, që ishte shoku ngushtë me profeti alayhis salatu wassalam. Atëherë, sot nesër ke për të nisur, por jo do ikësh pa lajmërimi atyre, pa dini atyre. Ti do nisash atë momenti kur ato do rrethojnë shtëpia tënde, të ne tregojmë forcat tonë, që programi tonë deri tani 13 vit ju keni munduar për të shuajtur mesazhi Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po nuk keni arritur dot. Ashtu edhe sot ne do themi që plani juaj është gabim, plani jonë është sipër. Edhe ai ka për të zbatuar, ai ka për të në realitet jetë, ai ka për të arritur në jetën tjetër, para botën tjetër, para koha tjetër. Edhe Allahu Gjalleshanu ka thënë, kur do rrethojnë shtëpia jot, atëherë do nisash ke mes atyre. Edhe tregon gjithë programi si ka për të arritur. Vlezër, thot Abu Bakr, shoku ngushtë, profeti alayhis salatu wassalam, gruaja, vajza ti është gruaja profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha. Ajo tregon që një ditë në një koha që nuk vinte asnjëherë profeti alayhis salam në shtëpia jon. Atë vakt ai vjen në shtëpia tonë në vap i madh. Nga ora 2:30 që kemi. Temperatura edhe këto ditë Arabia Saudite shkojnë 50. Unë isha para një muaj në Abu Dhabi, ishte 52 temperatura. Atëherë, aq vapi i madh ai ka dalë jashta për vizita e shtëpia Abu Bakrit. Edhe ne kemi kuptuar që ka diçka veçantë. Edhe ai fjala e pari tha pas takimi që a ka dikush huaj në shtëpia? Sa jo, përveç grua jot dhe vajza im. Ato dy janë vetëm. Mirë atëherë. Tha na ka ardhur urdhi Allahu Gjalleshanu që ne do largohemi nga Makka për në Medina. Edhe unë do t'jem me ty bashk. Po, ti do jesh patjetër bashk. Sot Aisha, grua Profetit alayhis salam, që unë kam parë babi im nga i kënaqësi i madh që do të jetë në atë këtë udhëtimi bashk me Profeti Muhammed, ka filluar duke qa nga i kënaqësi. Sa ajo thot unë herë e parë kam parë në jetën tim që njëri i kënaqet edhe me i kënaqësi qanë, me aq i kënaqësi i madh. Vlezar, ai udhëtimi nuk ishte udhëtimi qef, ai ishte udhëtimi i rrezikshëm, se natën në Makka është berblidhja për vrasja. Edhe patjetër njerëzit kanë për të djegur. Edhe Abu Bakra ishte informuar për këtë gjë. Prapa jesh i kënaqur që unë jam me Profeti Muhammed në këtë udhëtim. Çfarë do saktimi Allahu është, por Allahu Gjalleshanu ka dhënë premtimin që ke Muhammed Rasulullah ka ardhur jo për të misioni i tij do gjelet në mes, ka ardhur për të funduar misionin që Allahu ka saktuar. Edhe thot të dërguar Allahu Gjalleshanu, unë për këtë ditë isha përgatitur edhe kam bler 2 deve shumë të mira për udhëtimi, të ri. Edhe tregon, atëherë Profeti Muhammed tha, një deve do të pagoj unë. Jo, thot, unë kam marrë për hir të Allahut. Tha Profeti Muhammed, aq sa ke dëshira ti ta fitosh i kënaqësi Allahut dhe sawabi, edhe unë jam në këtë rruga, do fitoj i kënaqësi Allahu Gjalleshanu, prandaj do pagoj unë për një. Edhe me një herë ka pagu lek. Për mjeti që kishte bërë gati Abu Bakr. Vlezër, natën mblidhet njerëzit Makka, dim të Makka me shpatë të hapur. Edhe rrethon shtëpia Muhammedur Rasulullah. Abu Bakr është duke përgatitur
aty ushqimi, përgatitja udhëtimi që ka për të bërë 10-15 vitesh udhëtim, se është 570 km me deve. Edhe profeti Muhammed, kur para koha, mund të themi ne nga ora 2:30-3 natës, është duke parë nga vrimë derës që janë rrethuar, shpatët hapur janë. Edhe Allahu ka dhënë urdhë nga këtu të dalësh, nga mes të tyre. Edhe ai është bindur vëllezër. Me çfarë mënyra nuk e di unë, po unë kam për të dalë, pse është urdhë i Allahut xhaleshan, urdhë absolut. Edhe Muhammedu Rasulullah fillon Yasin është ajet Kur'an, sura Kur'ani, Yasin wal Kur'anil Hakim, lezon. Edhe merr disa plur në dorën e tij. Para sa del, sret Abu Aliu që jetonte bashkë me profetin alayhis salam në shtëpinë e tij, ka thirrur gadhamati thawali. Unë jam duke bërë udhëtimi. Ato njerëzit që janë rrethuar shtëpia, amaneti atyre, se nuk dishin gjithë njerëzit Makka që ka për të dhënë plani, që kanë bërë sekret. Lega atyre, dikush ka lënë lega, dikush ka lënë bizu, atyre janë në shtëpia im amanet. Ka aty është shkotur se emra, shenja, ti mëngjes do japësh atyre. Edhe pastaj, pas 3 ditë dile nga këtu, edhe do vish me mua i fshati Quba, që është para Medina, para qyteti Medinës. Edhe do të takosh me atë, me mua. Edhe tani ti fli në krevatin tim. Dile nga dhoma jote dhe fli në krevatin tim, se profeti Muhammed kishte 4 vajza të ri, 3 vajza. Edhe ai. Atëherë kalen amanet. Aliu thot pasha, vëllezër, në krevati ai di që mëngjes ka për të sulmuar. Po bindja ishte që profeti Muhammed ka thënë mua, nuk ka për të dodhur asgjë me mua. Edhe pastaj lezon Yasini, edhe fruhet në plur që kishte në dorën e tij, edhe ai është duke dalë. Vëllezër, ato me vonë thot, se sikur ka rënë në kokën tonë një plur, edhe sikur ka mbyllë syrin tonë. Ne gjithë me njëherë kemi rënë gjumë. Edhe profeti Muhammed del nga mes atyre. Shkon në shtëpi Abu Bakr. Abu Bakrin merr bash, ulet në deve të dy, edhe arrin në shpela e Thorit, që është 4 mil larg nga qyteti Makka. Kur fillon dalja djelit, vin nizeri, o njerëz! Personi që jeni duke pritur, ai ka dalë nga mes juash. Atëherë me njerë del gjumi jonë gjithve. Qa jemi duke dëgjuar? Zeri shetani foli. Edhe e vërtet janë duke parë që djeli është duke dalë, edhe ne ishim në gjumë. Tërkasim dera. Kër tërkasim dera nuk hapet. Pastaj, pun fare kanë trokitur shumë, atëherë hapi Ali radhiyallahu anhu. Arab nuk hyrshin ashtu në shtëpia huaj. Kaq moralet kishin. Edhe ka parë Ali radhiyallahu anhu duke pastruar syri, doli. Po, çfarë keni? Ku është Muhammed? Si jeni ju, ashtu jam unë. Unë nuk e di. Ka që di që nuk është në shtëpia. Atëherë, pak kanë berë forës, por kanë kuptuar që ai, si ne është, si ka për të reguar atë programin, ku kanë për të iku, nuk ka për të reguar, edhe ne ashtu jemi. Lajmëroni njerëzit, Muhammed dhe Abu Bakr, kanë dalë nga qyteti jonë, kush do sjell i gjallë, ose koka atyre, ne do japim për çdo personi nga 100 deve. 100 deve, vëllezër, atëherë kishte shumë vlerë, edhe sot. Edhe ato, ashtu. Ashtu Allahu xhaleshanu ka shpëtuar Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga dora atyre. Edhe fundja udhëtimi, shkon në Medina, vëllezër, edhe pastaj ne dimi histori, që patjetër plani dhe programi Allahu xhaleshanu është plotësuar. Islami është hapur në çdo vend, kurse ato njerëzit që kanë munduar për të shuajtur. Ashtu vëllezër, ne mendojmë duke parë ato vështirësi problemet në Palestina, që fut ka shumë forcë, ai çfarë ka për të bërë? Programi Allahu është që drita Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesazhi Muhammedu Rasulullah ka për të qëndruar. Ato ashtu kanë munduar gjatë histori, nuk kanë për të arritur, histori nuk është shumë dhimbshëm. 14 shekull, 15 shekull. Po shariati Muhammed